Menani ato feministët thojnë që burra ty përmend, do të pëlqy një herë për veti tani, ati një pëlqeft mirë, mos i pëlqeft në ta përgatit vetë. E kanë praktiku si strategji për me i lidh burrat për shtëpia. Edhe çka na pëlqej shumë, e që është hera e parë që e kom provu, mish me mjaltë s'kom dëgju asnjëherë. Ramazani s'shtu e ka. Ako bujrëm? Po, selam aleikum. Mirë, ja. Mirë se keni orë. Amin, edhe juve që keni orë. Prej fjalimeve më briljante të Muhamedit a.s. E mas shumë të pikrejtve, fjallëve, unë pëlqen gratë juaj e ju andhënë amanet. Të dashur shikues, erdhëm të Ferdania, të një shoqe, të një kolege besat, ka punu këtë gjatë gazetare, të një motësh në kaftu për iftar, inshallah Allah të ashtën bereqetin. Amin, ishtë se keni orë. E pas ka shtru tavolinën, ka kohë deri në iftar, e bashkarisht e kalon për me e përgadit një recet të pilafit, edhe salata, edhe diçka tjetër nështë. Edhe një mish nguri. Edhe një mish po, se kur më ka thonë mish nguri, se më kishra në herë me pa, thashe dhe të shohim që shë përgadit, edhe po besoj që një kureshtar edhe jo të dashur shikus, e besa edhe pilafin me ngjyrë të kuqe, nuk më kishra në herë me pa pilaf kolor, kështu na mësu me pa nashti me rushterën e me perime, me na ngjyrë pak ma të kaf, dikush që e bën me fide, kështu po pilaf të koq për herë të parë, po ashtë që ma përci dhe fatën, edhe bona njetë me hongër për veti, edhe bashkë me valen, po shpesojna që tani kemi me marrë edhe recetën që me bëtë diçka pak më ndryshë. Po, inshallah, se nuk është pilav që është diçka me ngjyra të ushqimit, po e bëj me rep të kuqe dhe ajo e merr edhe ngjyrën po dhe botë shumë e shishme dhe është e shëndetshme, patjetër se është edhe me roshterën. Kështu një farë stil arabik, e kemi bu një farë mikse, po elhamdulillah kemi me fillu që tash ka dole edhe me po edhe mi au tregu shikuzve recetën edhe me shiu bashkëna. Faleminderit ju që keni ardhur, keni nderuar. Tash me fillu me përgadit, me bismillah. Tash po filloj me pilavin e pastrum, dhe më thonë e kemi gati. Mas pari unë ja qes një fide, dhe më thonë një sup me fide, kështu që bëhet pak i apshije ma shumë, i kavordisi, ose që shtë një e pjekim pak. Te marim një luk drunit, ma letë. Anë edhe kur i mbibera të ushqimet. E pas ke pak të nëllë, se unë nësë qëmë kështë e shkurta, ma këtë fëndaj nëllë. Nuk është nëllë, ti nuk i. Shkon kemi bu pak me nëllë për shto. Zanatin ma mira unë. A e këshyri më të një videon kur dojnë në Po, këshyri mas në, ndërku na e pysim. Jo, kur të bëni ju vetë, mande, i kam që të më tregu, a ju ka dollë që shto e sheshme. Nëse të këshyrim tasha kam ju për që juve, se në shta. Qysh kena bani ju rrugë, edhe jena të rritura. Tash dhe më thonë prej sontit, pas kemi më thonë mirë është, edhe pakon. Kum po që adin shumë gra femna nëjse meshkuj që e dojnë kuzhinën, nështë ta me një recet shumë thjesht, dalin edhe marin shumë klikime ati që i pëlqen dikujna qaj gatim. Po. Nërsa saj kum po, ti ishe gjigante në kuzhinë edhe në përgaditje. Po shikus njerëzit nështë s'kan pas rastin dhe mundësin me njoftu me gatime tuja, e sot është nështë një pjesë shumë e vogël e gatime tua që bën çdo ditë edhe që bën shumë, po me gjatë unë jam befasu, edhe jam befasu shumë për të mirë që kaq shumë je zoja edhe zotnon që të punën e gatimit. Shëmës me hapë një kanal edhe me... Po, bashkë e mendu, unë realisht kërë kom pa disa prej gatime ku menu që ti veç meresh me këtë sport të mati edhe ki nështë anaj kanal të rënë. Ose, sinqerisht, ashtu mendova për arsye se kishtë ato dekoruna aq bukur, ëmbëlsirat e gjithçka tjetër. Që dyri pështu? Qaj pjesa që thash buhet orizi i kuq, krejt është faji i qësaj repës të kuqe, që unë e përdore. Se kur t'ja qëtë mandi edhe ujen, edhe orizi e merë edhe ngjyrën e repës. Le e shtë brësë s'ka dërë? Ferdi, kështu, a ishe receta dikon apo vetë eksperimenton me gatime? Valojnë, unë që arri non-stop të këshyrë në YouTube, përveç që ju këshyrë juve shumë, rëtëin, unë gjithmonë i përcjellë recetat shumë. Normal që marrë diçka ide, po unë nuk shkoj gjithmonë në qatë ide çka kam bo, po gjithmonë i shtoj diçka tjetër. Prandaj pyeta, e përkthem tonën. E bëj një farë kombinimi unë, për shembull gjithmonë i këshyri 3-4 receta, mandej e bëj vetë një përfundim e nxjerrë. Bashkëm kureshtarëve ditë fëmijëve, apo ju pëlqen?
Po. Për shembull, se zakonisht prej ushqimeve të shëndetshme vjen me qenë alergjik shumica e fëmijëve. Jo, elhamdulillah, s'po kam asnjë probleme. Edhe unë çka po është mas shumë ti që po dohet i kënaqem, po është burri jam, edhe që po i pëlqen shumë mënyra që po i përgatite, që ajo po më bën edhe më lumtur. Normal tani edhe fëmia po i dojnë shumë ushqimet, që i përgatiti unë. Menani ato feministët thonë që burra ty përmend, do Po, të pëlqyni herë për veti tani, ati një pëlqeft mirë, mos i pëlqeft në ta përgatit vetë. Sa mos me thonë që gonja nuk ka kontribu, gonja ka qenë shumë aktive në përgatitjen e orizit kolor me ngjyrë të kuqe. Sigurisht ka më bua dhe ma sheshme, masive që edhe ti po kontribon këtë. A ke po... T'jaknoj një sure. Veç vazhdo. Asi bëhet me mirë se kjo me fe qëllohen. Ani ti vazhdo këndoja, ta diskutoj një çështje me Ferdin. Që diskutova më herët që i pëlqejnë ushqimet burrit juaj. Zakonisht nëse sado që e don kuzhinën, edhe nëse burrat ka asi tipa që nuk janë shumë që e dojnë ushqimin, zgjedhin shumë ose e këshyrin shumë me detaje vjen e trupit, aty në s'ki mundet as mi gatu. Sinqerisht. Ja, sa ju gatur dhe gjendrën. Fiks. Kështu që kur burrat e dojnë ushqimin, të inspirojnë me gatu. Tash, a është inspirim për ty burri që të tanë këto ushqime? Gjithë. Se a i zotin edhe më shtynë ma shumë për para të thonë, shumë mire ke busë që to, hajte bënë prapa, një kështu edhe, të një normal që edhe për të shtu, ta e knatësia me pregadit. Edhe plus dashnija të burri Se ta të gjallë në më A shë sa zoja. Shpirt. Një ditë e takova një motër, është sinqerisht shumë e zonja, është mësimdhënëse, një motër muslimane, po që krejt i përgatit ushqimet, po nuk e donë kuzhinën. Nuk e du tha kuzhinën. A i bjen kjo që nëse burit t'inspiron të thot që po gatun mirë, i hanë ushqimet tua shumë, ti definitivisht motivosh me gatu. Po dhe pa e dosht vetë, më dojnë, zërë është, edhe me i dosht aj shumë ushqimet, nëse ti nuk e dënë me pregadit, është problem pushën. Më kujtuni, diçka kom lexu, po të ke fundit prej gjana që në të njime, në një vend botës dikun, një grupi grave, t'ja hedh në qaj burrave, një lloj substance narkotike. Edhe ty, kur e kanë pi qajni, ka bo mu një mirë. E kanë praktiku si strategji për me i lidh burrat për shtëpia. E na normal që substancat narkotike i kena haram, po ushqimet e burrat i bin burrat të shtëpia, edhe nuk i lonë në hongër lokale. Ferdi Vicentani thonë, një që më pëlqej, po miki nuk e dëgjova krejt. Thash, dashnijat e burri më rrim për mes barkut edhe s'kan thonë këtë se për një me po. Shumë e vërtet. Allahire, e që kjo është me plen, ha? Jo, nuk është me plen, ajo është ventilatori, do më tonë që e tërhekat timin. Po e ka për push, shto se na... Do në zakonisht qëndron lartë, kësoj rodhe që nga këtë formën. E pasë të kështë më rashtë. është një farë lloji i pllakës që po u thërë këtë Tesla, e kemi bu se na do të edhe për shkak të vendit, adin me bu. Unë mendova që është me plen. Jo. A ka nevojë hala që ky... Jo, që si të blon uje, jo, po unë e kom qef me ka përdis dhe i Se thash sot kokrat që buen që thojnë kërc, edhe me aqit ujen mandej, avden që kjo edhe është ky orizi është trabojl, do është si gjysëm i zim, edhe shumë shpejt na buhet, kështu që s'na merr shumë kohë, 15 minuta krejt kena me vrit. Propi anali temperaturën, tash shkojmë edhe jashtojmë ujen, do më thonë të nxehtë. Për 2 gota orez, gjithmonë, do më thonë, i qisim 3 gota, gjithmonë 1 gotë ujë ma shumë. Kjo edhe është orizi si gjysmë i zim, kështu që bëhet shumë shpejt. Duhet me lonë me njëherë me një temperaturë tolt, do më thonë zakonisht me këto pllaka që janë ma të vjetra, nesh me lonë bëhet shpejt, po me këto po duhet të ndësh ose tresh se merë ko pak ma. Se nxehtësia automatike shkojnë ma ndejtu e ndalë. Po ka probleme dhe me bo orientimin këto farë ploqa, së për ka nëj farë shaja. Se janë pllakat me induksion. Tash, dirisa na e presim këto, furën e kemi lëshu me nxehtë 250 gradë, i marim gurt edhe i shtimëm furë me i nxehtë. E Ferdona, ke pjek bok nëj herën që ata gur? Jo. Kapital, kështu me... Jo. Qëto gurt janë qëto. Gurt janë qëto. O doshur, po ko që pas kanë pesh.
Ashtu të është në herë që të bjenë dhe spirën aty. Po zakonisht kur përgatitëm burri i nxjerr gurtë dhe i nxjerr prej furrës. Kështu që nuk e kam probleme. Sot me vetë besoj që kam ja dalë bashkë me juve. Çfarë një përcjellsim çështo? Unë ty paramendua ta gurtë pak më të mëdhej kështu dhe isha. Çështo i qesëm gurtën këtu. Ka së mësova për kur janë nisa me punu në televizion. Po bredhone. Unë e prej se jam të nejtë me ty ku mësu, tani mo kutëm që ishte, unë diçka aty pak të nuk e lo. E për këtë pjesën ana është mundu me përdorë se na i sos se diçka unë e kom zgjedhë sot me bo do këpurdha shumë të mira, e me i fërgu pak edhe kështu me qitë anash me mesh. Kemë me bu një iftar të shëndetshëm. Edhe të hjeshëm. Edhe në shtatë të hjeshëm. Kom zgjedhë qëto këpurdhat që janë pak më... Po më ka zënë që ka duhet të një mu që... Ti veç që porren që të ma kesh u kuzhinën bashkë me këtë motra. Ti nona vakive dhe këpurdhat i paske interesant. E qëta është për punën e këpurdhave? A ke po në herë që unë që këpurdhat më dha, ja po s'kurin a konë fëmine për livadhe që i më lërëshim, se për me blesu më pas ka rastis me i pa. Tash po i marrë me i pastru, në shkolla, ka dolja. A i hanit gjalla ju? Shtu të pa përgatit në herë në kryp? E kësa të shishme jo? Se dhja jenë të shëndet me... Mi pjek në handodh, mbi shporet kërë kemi qenë fëmijë i pjekshë. A keni përjetuar dhe qëta? Po. Ose na kemi dojnë ma shumë, e kemi po. A keni bëjmë të Tash dikush i pastrën në shta ndryshëm, Apo i shtysh pa, zgjede që që aty edhe i metodën me i pastrojnë në qëru, adin mi au hekët livorën sipër që... A i pastrove njëra ju? Jo, këtu nuk bën me i pastru me ujë. Duhet veç mundesh me i pastru. Dikush veç i fshin, po une prapa jo bezvesja. Këtu, në Prishtinë i ko marrë. Po, janë shumë të shishme edhe për që ato thash, kam pak ma diçka ma të veçantë për juve, se për musafir të veçantë gjithmonë diçka ma të veçantë duhet me bo. Shme blef të dashur, më kam zënë tani kuj ke blef të këpurdha, të dashura. Mos i bën krejt, a krejt do me bën? Sot dëni, hiç nuk është problem. Jo, s'ka dhjo në tani në sasi Se po këtu a ke po edhe hupin. Se ngjyra, kur po jenë me ngjyrë të zezë, ma letë edhe. Edhe që shtojnë, kur të fillojnë me hangër, na nuk mujna mi hangër këtë qëtu. Pa i syri onë për shak të Sidomos bukurisë kur që je. kuj gatun kjo. Edhe kur i agjerushëm, gjithmonë edhe kur del me bleja, e ke po ki qef sa ma shumë sene me marë, në gjështa del një sen me marë, të ne ishe edhe ma shumë se nefsi. Në katë katërën e pikë katit parë, pjo vorët ja kom njërë në pëshime. Nese, ka shpe bëj pak interesant, se për ndryshe është që di që ditëve që s'jam agjeru shumë, më hanë ushqimet. Po, më pëlqej. A di mas i tipi që nashti me dalë në bërë një qep me nuk, me pak krëp, gjysmitar. Nuk është zgjedh shumë. Po, më knaqë. Po, kur t'jam agjeru shumë, ja programoj vetë në tru edhe di që nuk kam me hangër, as nuk ndjej nevoj për ushqim, është interesant. Sa interesant është se... Ose është ajo pesha e udhurimit. Qashtë. Se kur jam konë shkollë të mesme, agjerojshin krejt klasar. Unë e nesë qatë ditën e parë se marrë të kesh prej shëshnismës me agjeru. Kur e bëj këvura 2-3, do isha me dekë, mos koqëshin faqet, se nuk e ke pas motivin e agjerimit. Edhe krejt klasa kanë agjeru, nësë s'kom agjeru se nuk kom mujtë. Do më thonë nuk e kom njoft fejnë si fe, edhe për derisa s'kom ditë për fe, nuk e kom pas qëllimin e agjerimit të kom, qësh me thonë, të qartë më rëna vetës, atëherë nuk kom mujtë. Su konë bindja kështë të manë për agjerim. Namazin edhe kur kom fillu me agjeru, ma prej asaj kuhe nuk e djam ka ndodhë në i herë, me thonë, t'isha ullë dhe t'kisha hangër diçka. Okej, për kafe ndjej nevoj herë pas herë, edhe qysh kafen e kom sikur derivat. Sun rrim pa të. Po, e kom shumë sfid, po prap se prap. Ajo ka ndodhë që do ishim me agjeru as na fershin. Ajo ka ndodhë me agjeru pas e fërë, kur kemi qenë vogël. Po, e qka është interesant, diçka, për para preshin për stërma, bëshara, tash është tradit, po, jam konë shumë e vogël, sigurisht të kona i notë e madhe. Po, i qes. I qes irza dhe edhe irz të hudrës kam qef me qitë pak, adin dhe që jap një shije. Hudra është në duket mbretneshe kuzhinës. Po. Edhe për para e tërshim mishin në tavan, se dimrat jon konë të fort, edhe unë të prit hoxhen me thirë zan, e kënej të hongër me shtatë. Edhe të i morë rypat prej drunave.
tranave që shenë gjithë shumë. Para iftarit, të prit hoqën me thirë Kishe harrua, po? Po, kishe harrua. Të e shiju mishin. Edhe kur kum shku poshtë, ju thëmë që u boj iftari, ata e mishin e zonin, po që shkona i qefi i fëmive me lajmru që u boj iftari, nona po më këshyru vrejke që kum po ngërve. Për ka pas një urtësi t'jash zakonshme. Të thogon janë hesja mund diçka. A thiri e zonja më vjen ramish. Drit, ka me të bo kjo agjirim. Kanë ditë me na motivu, ma pak kanë pos dije, po kanë ditë me na motivu ma shumë. Definitivisht. Ata shumica prendve edhe ju dhimën edhe nuk i lojnë edhe nëse e kanë moshën, ju thonë, hajtë mos agjëra se i bugële, mos porzuhësh dikone, mos Ka një dhimbja që jena të botash ndaj fëmijëve është vend e pa vend. Qashta. Këtë e projna me këtë dhimbje. Alla po. Për pare e Tu di. mundumi në i gati shpesh i Qashta, dëmpojna. unë ja kom nisë me agjëru shumë eri, 9 vjetë i kom pas kur kom nisë tjerën e parë. Bashkë me motrën. Agjërej shumë e që po thu, kanë do në erë me na shumë, agjërej shumë pasive. Sigurisht e agjërimi, vetëm me duru, mos me hangër, një me dhimet fëmija, okej, një i madhë po beson diçka në rregull, po jashtë besimit, se nëse na e besojnë a fejnë, e Zotin, e Ramazanin, e kretë këtu, dikush thjesht nuk e beson. Po jashtë besimit, agjërimi është edhe është shërim. Është Po edhe me mjekësi gjithmonë po e përmendin. Gjithmonë. Dhe më thonë që agjerimi tash që e kam bo edhe këtë dietën fasting, këtë shka dhe më thonë pa e lidhin që e kam vërtetu që me agjerim edhe shërohet edhe trupi përveç që shërohet shpirti. Çdo urdhër realisht e ka të urtësinë e vetë. Unë të fëmija mendoj që sidomos në qëtë kohë kur janë të bërbandu me informacione prej teknologjisë, agjerimi ju bën hajre shumë dimenzional. Për shembull ja mëson durimin, që sot fëmijët i kemi pa durim. E din që deri ora 5, 5:30, 10:05, në varësisht çfarë kohë është iftari, ai nuk ka me hangër, e ka një periudhë caktuar dhe nuk e ka çare pa duru. Tani jam mëson vetë për mbajtjen, i ka bumbonat përpara, i ka të mirat e Zotit përpara, po e din që nuk ka me konsumu, po ka me përmbajt veten. Tash kur flasim për shembull psikologat, edhe doktorat e mjekësisë edhe me zbulimet e fundit shkencore, ai na si musliman nuk kena nevojë me përmbush zemrën me thënë valla që kjo është me shkencë, është edhe me fe. Megjithëse shkenca është ajo që na ka pru te feja. Personalisht shkenca më ka pru te feja. Kur i pa periudhat e zhvillimit të embrionit, që janë shpjeguar në Kur'an para 1400 vjetë. shkencëtar të njohur, botërisht që kështu që nuk kanë qenë është ata ateist, se kanë besu Zotin, po pikërisht për shkak të shkencës kanë përfunduar në Islam. Domthonë nuk ka qenë ajo çështja e besimit, po tu përballë me realitetin kanë përfunduar të besu edhe të besu fenë islame. Definitivisht agjerimi është edukim, edhe i trupit, edhe i mendjes, edhe i personalitetit, është edukim. Po prapë qëllimi kulmor i agjerimit është në botë devotshëm. E devotshmëria mandej i ngërthen mbranda vetës krejt këto tjera që i përfundin. Se s'ka mundësi më qenë njëri i devotshëm edhe mos me qenë sabërli, ose durim to. Pa e din edhe peshën edhe vlerën e sabrit. Nuk ka mundësi më qenë njëri i devotshëm e me qenë i frustrum, me qenë nervoz, që ai e din damin e nervozës. Pejgamberi alayhis salam kur i kanë thonë më këshilloj dërguari i Zotit, 3 herë i ka thonë mos u bën nervoz. Një grep që e kena krejt gjenerata në shtat, po mendoj njerëzit e kësaj kohe që është shumë vështirë me mbajt vetën. E kur arrim qatë devotshmëri, sa po nis me na lëshu amortizerat për Ramazanit, po vjen Ramazani edhe po na i bën një përmbledhje sikur brumi kur të mbledhet për pitalka, e deri te tash edhe në aspektin social, edhe mbajtja e lidhjeve farefisnore, edhe mbajtja e lidhjeve shoqërore, edhe solidariteti si vlerë shoqërore, krejt ka nis me uzbek. E kur vjen Ramazani, edhe lidhjet familjare sado që najherë teprojnë apo mdokët, edhe me shumë ftesa, edhe me shumë shkurje dikun, po prapë e ka atë urtësinë e vet. Me mujt me kthy një praktikë edhe në Sheval, me u thirr në iftarët e njëra tjetra. Shevali ka shumë që praktikojnë, mashallah. Edhe i shkon shumë mirë. Praktikojnë që shto thirën për iftarëse. Nime po është kjo tani edhe u kthy pak edhe si zakon, tash na u ka bo që në Ramazan dhe mos duhet me thirr dikon, edhe ata që sagjerojnë të thirrin ose dush mi thirr. A kështu në mujin Sheval kur po pasen mandej ai agjerimi dhe ajo pe ka ëmbëlsinë vetë, se kom shoqe që e praktikojnë kështu thirrën, shumë mbledhen, edhe shumë vjen mirë, dhe është interesant. Për një tash e pres ftesën e parë për Sheval, kujna do që është në ndjet. A muni jam kundër një diçkaje. Tash nuk po thëm për sot, për shembull, iftari se
Natyrisht që kur përcjellet, domethënë në televizion, ka njëri qef me përgatit diçka pak më të veçantë, që me përcjell edhe recetën të tjerë, besa dhe me dalë ma bukur. Po në anën tjetër, kjo shprehia të dukurit bukur edhe të shpenzimit pa nevojë në për iftare, dyqysh u bo si grip. Edhe tash njerëzit që s'kan shumë mundësi ekonomike, nuk i ftojnë njerëzit hiç, ose që janë të ngushtohen, ose hynë bërgj për me shtru një iftar. Ose po kompleksohen një farë mënyre. Po fiks. Diçka që si shdasht me ndodh. Mu më ka ndodh me thirë shoqe motra, qatë dit për qatë dit, edhe ku më lëngë me speca, vetë zime, një supë edhe një pogace. Besëm që hala e komentojnë gjatë iftar. Që të e para... Grupe zamër, ma shumë të knoa që ka njerë se edhe një muhabet i mirë. E para unë nuk u lodha. Edhe në momentin kur nuk u lodha, pata shumë disponim, edhe ke shumë aktive dhe pata energji. Ato nuk u ngushtun hiq as një grim, se e panë që nuk jem lodha dhe nuk jem bot të lashe. Edhe gjykimat e qajt, besoj qa që kemi shiju, sa na u ka basi praktik në ashta, kur për na thirë që ashtu, do më thonë pa dorza, ose në herë e përdorim një shpreje studentski. Studentski në atë kuptimin abedin, qka të ka qilu diçka një domote, një katërbena, një sodjat, një pashtet. Kushtimesh po thonë pashtet? Na iftarat kujtohet si studente, që ka qenë shumë modest. Si studente, iftar modest, si studente kemi hongër në qendrën e në 5 iftare. Ati e më knaqë shumë, po qka kisha dasht me nda si studente, më kujtohet një qik studente mjekësi. Edhe qendra në 5 në dha ku ushqim me vete, kur të prejke prej iftarit, e marshin për syfër. Edhe mas 2 dite, po mbjen me qatë studente në mjekësis, në konvikteve kush do që ka met në vikend ju në bo bashkë. Studentet për me hongër syfyrin. Besa dhe u mbledhëshim edhe falqim namaznate, me safa, ka qenë përvoja me e mire jetës teme. A mund është veç qatë vojë në mazgjot lutem? Se tash po du me startu me po edhe supën. Edhe ushqimin e, do më thonë, i bikes kur 2 ditë për para, të premtën me martarit. Po e ka vërdisim qepen, e mande i qesim karot, mergjimek ose thjerza, që shqithoni jo, se nuk kam su kjo shprehia mergjimek, thjerza, edhe një patate tëmbel. Po supa shumë e sheshme. Po. Se djeve sa ka me titari edhe një orë në është, ama fakt. Që ato jam tu e kërdi nuk kohën që me u mënu miru me këto mundesh me qëru. Kom qef me djek pak kepën që me ardhe dhe ira ma e mirë. Gjithmonë ju japim. Kjo e ka vendin e vetë, gjithmonë do të me konë. Ju japim shie ma të mirë Ketë nga të regu kur ke qenë studente, diçka për një iftar e në gjysë. A konë qysh me aqysh? Ha, po zamër, po. Qështu? Se më do që ke po të kështu në rende. Po, unë qëtu e këmë po kështë ta e qita këtë plastikët. Këto i fërgën një herë? Po. Kështu në fond ta e bluna diçka? Po, blender ma ndej krejt. Ma ndej aqës ujën edhe e bëj blender krejt edhe bëjt kështë si supë kremoze. Ferdi, qëto thirat kome të pytë ma vonë mas emisionit që pregadit, se më përqenë shumë me punu me to, po kur s'kom punu me to, tjirzat. Aha. S'kom punu as gjela, as po, kujgjavesh, e di që ishin shumë të shëndetshme. E ka... edhe kome të pytë... Po, hisë është problem. S'ka mund është mi përdojë. Kjo Ferdi pas ka elegancë edhe na për tenxhere, na për... kombinime. Ty më pa ndëru burit tamë. Pra po më bjerë me e përmanë, po s'kom qka me bo. Për gjithë qka aji, se është meraklisht shumë në shpenë kuzhinë dhe gjithmonë kujdetet me i marë. Se mos me nëse ka plët bura që punojnë, po s'kanë gra falenderuse. Po. Shukër Zotit që kena gra minjuse. Jo, aji po thët, kur po shojt të gjithë këtë knasi me pregadit, normal që edhe one po e kom knasin me i bu senet ma të mira për shpenë. Kërë takove ganosh Ferdushen? Në më të etës në dërës. Shtash vonaj deta? Edhe që shkështë të ka dzuvale stanim theve. Edhe prej mi më dëse që e njari. e kështë pas marrë një gjithë me patate për mdukët, premtën, edhe dilën, unë e thira thash po hongë syfyr bashkë, studente e mjekësisa jo, edhe u bënë bashkë në hongër syfyrin, kur për merë me vetë i gjellën e 2 dite. Ndërthëm për gjona tjera, si bashkë që nuk ju hinë dobi, po veç në sharë, trive, po. Këto perimet 15 minuta, se patatet e ëmbla zakonisht zihen shumë shpejt, edhe mergjimiku nuk donë edhe shumë kohë. Margarinin, se kjo e donë qatë në zetësi, tash duhet se cila më ullë edhe me e pjek mishin vetës. Sa interesant. Që është esenca? Tash ullën edhe rëtullën e mishin. Ku me një piron?
Vale, Allah në gjenet qoftë, për që të më përshë s'ki për moja. Jo, thash, unë të të shamë s'pososëshe po ma shëshere. Hajde, vejo me qëtu me rronjë, hajde Po, do të me rotullu. Do të me i najtë gati me rotullu. Hajde që do tjetërën ka dhe komplet. Të përën me marrë me shërbë, kërë dhe jau qëtë ka pak kurda qëto. Që shtu pjau qes anash. Hajde të ta kum hek këto. Unë e po. Pak biber të kuq. Pjau qes kështu krejt një, ma ndive që i marrim. Tash edhe mjaltën, ëmbëlsira për fund, edhe për një me ëmbëlsirë. E ma ndime po edhe procedurën qysh unë e të lediti. Qa pjesa që tash buhët të rizi i kuq, krejt është pa i qësaj repës kuqe. Qyrën një tuve, përveç që më qyri juve shumë. Elhamdulillah. U lagën vena të shuajtja, u realizua shpërblimin inshallah. Masu të hona hurban. Gjika peshjojna ushqimin në jashtë kamerave, që mos më pa shikus që shpeshjoj këtë pjesë të mishit pjek ngure. Inshallah dhe të koha e kafes flasim pak edhe tash përdojna pak privatësi me shiju këtë naj. Definitivisht unë i kum shiju të natë, vetë supa ke diçka e jashtë zakonshme. Kum hangër supa na për restorante të mëdhaja në Kosovë, në trajnime ndryshme veç besom që saj si ka afru asnjë. Të lumshin durt, e falemderit shumë, Zoti ja ushtroi bereqetin, ja urujt riskun e bereqetin e tanat, falemderit shumë, na edhe jemi knaq, edhe kemi shiju, edhe kemi marrë receta, edhe na mësu qysh me gatu me dashuri, edhe me ditë mi kushtu kësë rëndësi, kuzhinës rëndësi, gjanave rëndësi. Na ka dhënë sot shumë mesazhe, unë t'jam shumë falenderuse, falemderit shumë. Zoti na pranoft agjerimin, e na mundsoft me përjetu kënaqësinë dhe me shiu kënaqësinë e agjerimit. Edhe me dalë hitimtarë prej Ramazanit, inshallah. Allah të shpërblet e dashur, mu normal. Krejt më pëlqyn, supën e lavdrove të mjaftushëm, edhe orizi e paska një shije shumë interesant. Për ndryshe këtu qyftet, për Ramazan për kanë film. Nashta pse djek, në me salat, shka do që hanë, që thujnë plakat për t'i shel kanë sytë, se në kohë iftarit nis pak me ra energjia. Për ndryshe, pasull me pas ma shumë s'kisha mujtë me hangër. Edhe çka na pëlqej shumë, e që është hera e parë që e kom provu, mish me mjaltë s'kom dëgju asnjëherë. Sot për herë parë dëgjova edhe e provova. Po dhe shija se... E pa një shije tepër të mirë, që me thonë drejten u do ke shumë bukur ka e përgatitshë, po nuk disha që shko me hangër se me mjaltë, ajo ideja e ambel, anik nej, po tepër ke edhe aromën e pa tepër të mirë, edhe shija ke diçka fenomenal. Unë dyshova që kam emri me u pjek, sa dhe që guri e runë temperaturën. Edhe së bënë Allah kjo ma kujtë një diçka, tash pa dosh me prish disponimin, po që u pjek mishin guri, thot Zote për xhehenemin, lënd djegëse të cilit janë njerëzit dhe gurët. Në më thonë se guri e duron një temperaturë që është lartë, sas, e inshallah Zotin në falë, e ky iftar të shërben në peshorën e veprave të mira ditën e gjykimit. Amin. Për ndryshe me shiu buken, e të pjek mishi këtu afer. Është si me hongër për mishpëra. Interesant, ka duk shumë po, edhe me rëtullu ndërkohë që usheshim, anë tjetër rëtulleshim mishin. Po dhe sot që nështë ta shërbehen gjana tjera të gatshme, po ajo është pak edhe një knaci me ndikështu edhe vetë tu e po tu pjek mishi, para syve tu. Amo po ta sfidoj ke sabrin, pak. Në kotë iftarit me rëtullu mishi. Për ndryshe, sinqerisht po më vjen mirë që shumë gra e motra e nana e kudione, zoja intelektuale, gratë në përgjithësi, menojnë që veç me një vend caktuar ti mundesh me treguat zot një llokun tënd. E ti sot tregove shumë dhe shumë mesazhe të mira që ti mundesh me ka një kuzhiniere e mirë, je një gru e përkushtune, një nane e përkushtune, një motër e devotshme, një gru shumë e zonja. Më pëlqej edhe më frymëzoj që gjatë gjithë gatimit e ka përmend burrin. Adin kjo është shumë interesante sepse dikush e ndjen detyrim mi bë bukën e burrit edhe na e merr sikur po në ndërsohem që pikujshtojna kohë burrit.
edhe për kushtojnë rëndësi çka ati i pëlqen me hangër. Nësa ke gjatë gjithë kohës, e tregoj që çka i pëlqen atina që është bën ushqimin. Po, që dhe krejt këto mirësi realisht i ka Prej Po. Prandaj e thashë më herët që Patjetër, po. A ke mendu mi ju këtu në herë gazetarisë mo, se për shkak të fëmijëve di që je përshëndet. Një herë, se di pak jam shkput prej kësaj pjese dhe jam fokusu ma shumë ka familja, tashmë ushqimet, ma shumë i ko marrë shumë si për qefe, tashmë kam bu profesione shumë. E nuk e di, po nështë një të ardhme nuk i di e të gane. Patjetër, që ajo edhe njëre ka ma shumë primare. Ti ma i vështirë. Edhe ma i rëndësishëm. Edhe që s'ka fund. As studimet rreth saja. Po sepse gjatë rritjes fëmijëve ti edhe mëson, edhe edukon, edhe këshillon, po një kohësisht rritesh me ta. Edhe gjithë po të dërke Krejt teoritë mësume të vinë për toke, ka një herë me një... Gjithë po të dërke që derë, kur me fëmijën e parë, dytë, më ndaj gjithë hapet, po mësë ishe diçka tre. Kur të hynë fëmija në klasën e parë, edhe nana hynë klasë parë. Me detyra, me angazhime, me gjithë shka. Shpesh kur fëmijët marrin notat njëra, mami e ko marrë 5 po, edhe në ko marrë, sa në të kom timu demore. Kështu që edhe për ushqimet e mija dhe burja me ka marrë dhe që. Garant ka kalu njerë të ajo, ta një mandej. Qika po pauzojmë pak edhe të shiojmë ka një kafe se nëse dhe bëna një përjashtim, me uje me hurë me një sa iftarin, me gjithë se me hurë me një se gjithë, po pa pi kafe në mdo këtë që kur gjithë s'ku mëjtë me ba. E po mdo këtë që organizmi e priti ma mirë ushqimin se sa kafe. Edhe kur hanë ushqim, zakonisht që ke agjeru ta në ditën, tani diqysh të bjenë tensioni, që thojnë e një farë gjume, e kështu që ta shpeja bëj një kafe të fort ganës, mja qilësit. Me herë të përmena një kafe me shije shege, E që sot qka s'kena mësu të shosja junë. Të shiojnë edhe që kafe me shije. Bëna me shiju dhe kafe me shije shege. Patjetër. Kafe të hurmave po mbi. Kafe të hurmës. Edhe thësha më s'po adaptona, sa jo realisht është me shëndetshme. Po jo, nuk ma zëvëndse. Na jena mësu na shqiptarët me qitë kafes. Tron. Sa matron leti për shtatet. E na e pim me shegë. Saj, më ndej kur kjo kafen e dytë ja bojmë pak ma linë. Ma në fund, erë koha e kafes, e tash na ka sfidu edhe në kohë të kafes, me të në këtë mirësi, kungulli misirit, unë për vete e kam shumë në qef. Që mbëlsirë, edhe kjo cheesecake po do këtë tepër mirë. Ato keflet, që thëmë për janë të kuqe, edhe ato vetë që rripa i kërku. Që shmi rezistu. Kështu që... Ramazanit, shtu e ka. Tu mënu me nëzohën pak adin kohën para si fyrit që ta një me lanë një hapsir, e kështu që po i bim pak si renë, është ta. Sendet po, hajtë se një mujë është. Më shimë durët, se për me edhe gatimi është një farë arti. Do të me pas shpirt të artistit për me mëri me i ba të në këtë sene. E ta shumë falemderit edhe prej meje. E shiova kafen e shegës, më pëlqej shumë. Se kësha shiu ma heret, tepër e mirë. Falemderit për ta në këto mirësie, begati që na i ke servu sot. Zotit nderoft, e ashtu bereqetin, inshallah keni gjithmonë. Inshallah shihemi veç për të mirë. Amin, Allah ju rujt e ju nderoft edhe juve. Krejt, falemderit se cilët që keni pas durimin me na ndjek deri në fund. Mi pa ta në këto të mira që dikush din përmes artit me i servu e me i dhanë heshije dhe kuptim. Ramazani është i veçantë, është muaj i shejt, agjerimi është një vepër shumë e madhe, krahas krejt ati durimi gjatë ditës në fund të shpërblen edhe shpirtin edhe trupin me ushqime me tonat. Është shumë e rëndësishme kur këto momentet e mdhaja të iftarit i ndonë bashkë me dikën. E sidomos gratë kanë shpërblim dy fish, kur përmes ushqimit që i servojnë familjarve e musafirve, shpërblet edhe mundi i tyre gjatë agjerimit që kanë banë. Zotit shpërbleft, e të nderoft, e shion veç për të mira, edhe Zotit ja pranoft agjerimin krejt shikuzve, krejt agjeruzve, edhe neve, inshallah. Faleminderit shumë, ju boft mirë, ju lumshin komt. Faleminderit shumë krejtve juve që na keni ndjek. Allah ju rujt, Allah na shtoft sinceritetin, na boft gjithherë ma të mirë, na boft me dalë fitimtar për e këtij Ramazani, e na mundsoft me boft veç vepra të mira.